Dhe këtu lind dilema. Nga njëra anë, dëgjojmë vazhdimisht për vitamina dhe mineralet e tyre, nga ana tjetër fjala karbohidrate dhe sheqer na bën të mendojmë 2 herë. E po, sot do t'japim fund këtij konfuzioni një herë e mirë. Në rregull, atëherë, le t'i hyem kësaj teme më thellë. Do t'i analizojmë të gjitha faktet për të parë nëse bananet e meritojnë vërtet reputacionin që kanë, qoftë i mirë apo i keq. E po, para se të vazhdojmë, duhet të sqarojmë diçka. Ka lloje të pafundme bananesh, por për këtë analizë, ne do të flasim për ato bananen klasike, të verdhë në madhësi mesatare që e gjejmë të gjithë nëpër dyqane. Kjo do të jetë pika jonë e riferimit. Pra, për ta kuptuar me të vërtetë se çfarë efekti ka një banane, duhet të shohim çfarë ka brenda saj. Le të fillojmë me shifrat konkrete. Një banane mesatare ka afërsisht 105 kalori. Nuk duken shumë apo jo? Por pyetja e vërtetë është, nga vjen këto kalori? Përgjigja mund t'ju habis pak. Shikoni pak këtë. Mbi 90% e kalorive të bananes vijnë nga karbohidratet, po proteinat dhe yndyrnat pothuajse nuk ekzistojnë. Dhe pikërisht këtu nis i gjithë debati. Por historia nuk mbaron këtu. Bananet janë shumë më tepër se thjesht karbohidrate. Vetëm një banane na jep rreth 1/3 e nevojës ditore për vitaminë B6, plus sasi të konsiderueshme kaliumi, vitaminet C, magnezi dhe mos harrojmë rreth 3 gram fibra. Dhe tani vim tek pjesa më interesante. Faktori që ndryshon gjithçka. Sepse duhet ta dini, profili ushqyes i një banane ndryshon në mënyrë dramatike teksa ajo piqet. Një banane jeshile dhe një banane verdh janë dy gjëra krejt të ndryshme. Për ta kuptuar këtë ndryshim, duhet flasim për diçka që quhet nisështe rezistente. Çfarë është kjo? Mendojeni pak si një lloj fibre speciale. Trupi ynë nuk e tret dot lehtë, kështu që ajo bëhet ushqim për bakteret e mira në zorr dhe na ndihmon të ndihemi të ngopur për më gjatë. Kjo shpjegon kaq qartë. Kur banania është ende jeshile, ajo është plot me nisështe, veçanërisht këtë nisështen rezistente. Ndërsa piqet dhe bëhet e verdh, kjo nisështe shndërrohet në sheqerna të thjeshta. Kjo është arsyeja pse bananet e pjekura janë kaq të ëmbla dhe të buta. Pra çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë që nisështeja rezistente tek bananet më jeshile është një aleat i vërtet. Na ndihmon të ndihemi të ngopur, duke ndihmuar në menaxhimin e peshës dhe madje mund të ndihmojë në stabilizimin e sheqerit në gjak pas vaktit. Në rregull, i pama anët pozitive, po ato pyetjet që na mundojnë të gjithëve, a të shëndoshin bananet? Po për njerëzit me diabet, a janë problem? Le t'i shohim faktet. Kjo është pyetja e madhe, sidomos për çdo që duhet të kontrollojë nivelet e sheqerit në gjak. Duke pasur parasysh sheqerin, a duhet i shmangin bananet? Le t'i hedhim një sy të dhënave shkencore. Shiko, bananet ka një indeks glicemik që varion nga i ulët në mesatar. Kjo shifër indeksi glicemik na tregon se sa shpejt një ushqim e rrit sheqerin në gjak. Vlera e ulët deri në mesatare e bananes do të thotë që nuk shkakton një rritje të befasshme dhe të lartë të sheqerit, siç bëjnë për shembull ëmbëlsirat. Pra, këshillat për personat me diabet janë mjaft të qarta. Së pari, gjithçka me mas. Një bananë është zakonisht në rregull. Së dyti, kujdes me pjekjen, sa më e pjekur banania, aq më shumë sheqer ka. Dhe së treti, sigurisht, monitorimi i sheqerit në gjak pas ngrënjes mbetet thelbësor. Edhe ka edhe një gjë tjetër që vlen përmendet, lidhja me alergjinë ndaj lateksit. Për shkak të disa proteinave të ngjashme, një përqindje konsiderueshme njerëzve që janë alergjik ndaj lateksit mund të kenë reaksione edhe kur han banane. Mirë, i kemi parë të gjitha anët e medaljes. Kemi parë kaloritë, karbohidratet, vitaminat, efektin e pjekjes. Atëherë, cili është përfundimi? Cili është verdikti final për bananet? Përgjigjja e shkurtër është po. Bananet janë absolutisht të shëndetshme. Janë një paketë e pasur me vitamina dhe minerale, janë fantastike për sistemin tretës fal fibrave, ndihmojnë zemrën fal kaliumit dhe madje mund të ndihmojnë në menaxhimin e peshës. Por, dhe ky është çelësi i gjithçkae, duhet të kuptojmë se konteksti ka rëndësi. Nuk ka një banane perfekte për të gjithë. Zgjedhja varet nga qëllimet personale. Për dikë që menaxhon diabetin, një banane më jeshile është zgjedhja më e mirë. Për një atlet që kërkon energji të shpejtë, një banane e pjekur është ideale. Pra, herën tjetër kur të kapni një banane, ndoshta do ta mendoni pak më ndryshe. Jo thjesht si një bombë sheqeri apo një super ushqim, por si një frut tepër interesant, vlera ushqyese të cilit ndryshon me çdo ditë që kalon.